gjitha të mirat. Faleminderit shumë zotri Vedat për këtë urem për gjithë dëgjuesit e 10 fantastik. Përthej përket unë jam janë Amorovës, komunës Gjilonit, domone e di pak për afërsisht që si kemi pas përjetimet e më hershme. Qysh kanë qenë përjetimet në ditën e Bajramit, tregon? Pa normal që në atë kohë ka pas për shembull ma vlerë të madhe, ma respekt, jemi konë ma tunë, ma si sa që janë dhe shurbimet plot me baklava, me ambelsira, me hek Marokin e baklave me ambelsirës, kur të kishë qef. Po? E atëherë u konë shumë me veçanë, domethënë. Kur ka qenë hera e fundi që ke prit Bajramin në Kosovë? Përbes ko gjemat, ja. Se si vje momenti që ashtu jem zonë pak me fëmije, me nipa mesa, kështu për Bajram, princi ka mas njonin gjallë. Ku the se jeton zotri? Jeton në Lozan. Në Lozan, mirë, trego. Qysh është një ditë feste sikur se kjo e Bajramit në Lozan, trego? Mirë, shumë na përbes. Kur qëllon ditë pune normal, na si prind kryefamiljar, edhe pse kem djalë nevojën të martuar asi, mbledhemi bashkë, po e lojmë për darë, kaptan, kur është ditë pune. Po në kësaj here që ka me qillu vikend edhe ma mirë për drek, domethënë edhe shu që gatun baklav, se edhe unë shumë heri thëmë dhime, thëmë hajde po blejmë gatshme se e di pak po ka punë dhe jo, po dhe nuk është si kur që e bëj vetë, edhe blejme, edhe kismet, po... A keni mysafer, a shkoni mysafer atë ditë? Jo, nuk ka mundësi, bashkë ditë Bajramit jo se jem larë, pak s'kem familje safër këtu, i kem larë, minimumi 200 km ma tafër me që i kem. Një është e sigur që gjatë të djelës ti vetëm në telefon je me familjar duke fol. Po qashtu, veç telefon tjetër kur gjo, 2 vllazën motra, 2 motra, kejt atje një pa mesa në pjesa ndërmuse, do më 80% e familjes sime janë në Kosovë, do të punushu që zotit gjithat mirat. Zotri Vedat, më vje mirë, falenderit shumë. Falenderit edhe juve respekt e gjithat mirat, kisholla presëm edhe qindra Bajramat e tjerë, klumtur, si cili dashuri, mirëqenje, gjitha familjet ku i kemi.